Tash po du më ndalë pak të darkat me zonin Elizabeth, në të kaluarën. Me mbretëreshën, po. Po, me mbretëreshën, po. Nuk është çështje një darkës, po, ma shpesh, a? Kemi shku disa vite, se edhe, do më thonë, tim shoq e thrasin, a i ka marrë disa njohje edhe mirë njohje për shtetet angles për arritjet e Ka ti. kontribu shumë për vendin. Edhe për Kosovën, po ata e marrin gjithashtu, si, do më thonë, mua nuk më kanë thirrë personalisht, po kam shku si zonja ti. Të gjithë që shto, dhe që si kesh të najtë më therën, e zdi pa hiri, edhe së më ka thirë, mu më ka... Edhe qëllove Ama ti qëllove. Po, edhe ajo ka qenë edhe gjithmonë eksperiencë e jashtëzakonshme, se nuk ekziston, ma pse si po ndrojnë kohënat. Ajo është një pjesë e historisë të Anglisë, do të thonë sa vite ka qenë mbretëresh, edhe ka kalu gjithë ato gjenerata të politikave të ndryshme, edhe ka mbajt në mënyrë stoike, do të thonë pozitën e saj, ka qenë e jashtëzakonshme me pa. Kretë familjen, do më thonë, e kemi taku. Do më thonë, keni darku në një tavolin. Po, edhe është e jashtëzakonshme. E që është me darku në këtë rast, do më thonë, a ka procedura e se nuk shkën bashkë ashtë të ullës, atja ka Jo, po në shqiptarët kemi traditat vjetra, a dim si mullë tavolin. Jo, po, në aspektin të asë, a kishin qenë me në gjyë ata jo? Jo, ata nuk në gjyën. Se preferojnë, a? Ama mos haro që aty ka edhe musafirë që me kulturë vetëm gjyën. Po, ata që kapin origin me dur, edhe asi kultura ka, edhe ata i respektojnë, dhe me thonë. Do më thonë një të pranushme, format që shushqesh, është një gjo me pas pjesë kulturës, është gjo tjetër mësë me qenë i vedishëm se si hahet me manira. Ato e në dy gjana ndryshme. Po edhe aty ka protokoll, natyrisht, dhe gjithë njerës që shikojnë me qenë pjesë e pranushme protokollit. Po jo diçka ekstraordinare. E bontoni aty është primar për ndo këta? Po. Edhe janë disa role që para se me, do më thonë edhe tani, para se me fillu mbretënisha nuk fillon as kusht tjetër. Do më thonë, egzistojnë disa bontonet ndryshme, pa edhe ata janë njerës jashtëzakonisht, do më thonë, mënyra se si flasin, mënyra se si spjegojnë. Për shembull, unë kam pas bisedë shkurt me tani, mbretin Charles, në atë ku ishte Prince Charles, edhe ai me një herë kuptoj se natyrisht ata kanë një person mas vetës që ju tregon kush është përballë tyre. Po. E kanë një informatë, do të thonë një person që vazhdimisht është mas tyre dhe din saktësisht kush është përballë. Edhe në momentin kur tha kjo është zonja Beller edhe është prej Kosovës, edhe ai më njëherë unë kam qenë në Kosovë edhe filloj me përshkruaj me detaje, do të thonë natyrën, si ka kalu vetura, ku ka kalu, a ka analizu në qasi mënyrë dhe filloj me më të regu, me më pytë si është situata tani, do më thonë, fëmijët a shkojnë, a flasin Shqip, edhe patëm bisedë shumë normale. Interesant, normal, shumë bukur për zbut, po të tregaj, pra po të them, normale, bisedë normale. Bisedë ekstraordinere. A ke prej supës, dhe në të spishte aty, Darka? Të spishtë, pas në ngërmati. Halo kom këso. Po, natyrisht, po. A ka diçka që së të pëlqenë tash qysh me hongër, qysh me jabo, qysh me këthuj këta? A bëhet asi? Jo, janë shumë tjeshtë anglesht. Dhe me thënë, nuk ne mendojmë që ka diçka qysh tjeshtë, pinë qaj me tomëll, qysh tjeshtë? Po, dhe. Ku ki po, na ja tomëll ja qaj. Qa ka qëllu, që t'ja me tomëll. A i kombinim, a? Po, pra. E ku po jeton tash në ora? Unë jetoj në Angli, jetoj në Cambridge. Okej. A jenë lëvizje kretë kuhën, apo që po ndodhë? Nuk jam gjithë kohës lëvizje, po për momentin këtë vit jam në vit shu sabbatical, që kam si pushem. Edhe ajo, do me thonë që duna mull me shkru, pës po moj mull me shkru, se gjithmonë më vinë ide se që duna me hullum të pa shumë. A hullum timet një pas një? Po, një pas një, edhe po ato eventualisht duna mull me shkru. Kështu që për momentin jam vinë Kosovë shpesh, për shkak të punës, edhe udhtoj në për vendet tjera, po shfrytëzoj këtë periudhë, shkoj në për muzeet ndryshëm. Kur jemi tek muzeet, na kemi edhe një foto të një pikture, ta shohim pak këto. Kjo isha me një mikun tim. Ku ka qenë kjo? Kjo është në Prag, në muzeon kombëtar. Në Prag, okej. Edhe unë edhe miku im shkum në muze me shiku, edhe kjo është quhet Nusja duke qa. Okej. Se kjo është satirë, do me thonë në shekujt e kalum, nuk kam pas televizor, kam pas teatr. Edhe, do me thonë, kjo është një burë që shihet, edhe është të qaj, do me thonë, se pretendon që është nuse. Do me thonë burë, se kështë të thonë, se e shef që ka kimet në gjokës, edhe
edhe ne kemi bu si kështu si moto të qeshurit brana shoqënisë, po e ndajmë njëri me tjetrin gjithmonë. Muzeum Prag. Praga qytet, kom qenë për herë të parë, qytet shumë i bukur.